Pyetja e dytë, në fakt, zoti Berisha, që prej vitit 2011, Partia Demokratike nuk ka fituar asnjë proces zgjedhor, zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet lokale. A mendoni ju se e gjithë kjo kohë 14 vjeçare lidhet vetëm me faktin se Edi Rama i vjedh zgjedhjet, apo mund të ketë edhe probleme Partia Demokratike? Për shembull, pas vitit 2021 asnjë proces i brendshëm nuk u bë për të kuptuar nëse partia pati diçka që nuk funksionoi. Ju thatë që zgjedhjet e vitit 2023 u vodhën gjithashtu, thatë që do bëjë një proces i brendshëm, nuk u bë gjithashtu. Po. Unë mund të them se nuk janë zgjedhje këto. Kjo është farsë elektorale. Zoti Stafa, në çdo vend të botës, pothuajse në çdo vend, në 99.9% vendet të botës zhvillohen zgjedhje. Në vendet e lira zhvillohen zgjedhje reale. Në diktatura zhvillohen farsa.